Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Një ngjarje e mundshme kriminale është parandaluar në Sarandë pas një operacioni të policisë të koduar silenciatori. 5 persona kanë përfunduar në pranga, ndërsa gjatë ndërhyrjes janë sekuestruar armë zjarri, municion dhe një silenciator. Policia e Sarandës ka finalizuar operacionin silenciatori duke ndërhyrë në kohë pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për një aktivitet të dyshuar kriminal. Gjatë operacionit, 2 persona u kapën në flagrancë në fshatin 6 pranë një lokali teksa kishin nxjerrë nga automjeti 2 armë zjarri, pistoleta dhe qëndronin në prit në një zonë pa ndriçim. Në pranga ran shtetasit me iniciale SM 32 vjeç, banues në Tiranë dhe shtetasit me iniciale AK 26 vjeç, banues në Kavaj. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se grupi kishte udhëtuar drejt Sarandës me qëllim kryerje në një vrasjeje. Në vijim të operacionit u arrestuan edhe 3 persona të tjerë me iniciale VH 20 vjeç, VP 31 vjeç dhe FB 21 vjeç, të akuzuar për veprën penale mos kallëzimi krimit. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 2 pistoleta, municion luftarak, një silenciator dhe 2 automjete që dyshohet se janë përdorur nga grupi. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Saranë në bashkëpunim me forcë kombëtare të sigurisë njësia FIR. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, identifikimin e objektivit të dyshuar dhe dokumentin ligjor të veprimtarisë së grupit. Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e saj të 66, ndërsa qytetarët vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe hetimin e tij nga SPAK. Për 66 ditë me radhë, qytetarë në disa zona të vendit vijojnë protestat e organizuara nën moto në Revolucion Flamingo duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit deklarojnë se kërkesa për dorëheqjen e kreut të qeverisë është e panegociueshme dhe se mobilizimi do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Në protestat e vijuara gjatë ditëve të fundit, qytetarët kanë kërkuar gjithashtu ngritjen e një qeverie teknike me mandat 12 mujor, e cila sipas tyre do të krijonte kushtet për zgjedhje të reja. Një tjetër kërkesë e protestuesve është hetimi i kryeministrit Edi Rama nga prokuroria e posaçme, duke konsideruar këtë si një hap të domosdoshëm për transparencë dhe përgjegjësi politike. Edhe këtë mbrëmje pritet që protestuesit të mblidhen sërish duke vijuar tubimet para institucioneve qendrore dhe thirrjet për ndryshim politik. Organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të vazhdojë çdo ditë, ndërsa numri i ditëve të mobilizimit tashmë ka kaluar mbi 2 muaj. Një vatër zjarri në zonën e Ribanit në Mallakastër ka marrë përmasa të mëdha pasi era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve, duke përfshirë sipërfaqe me pisha. Forca zjarrfikse po punojnë për izolimin e zjarrit. Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë zonën e Ribanit në Mallakastër duke rrezikuar përhapje në sipërfaqe të tjera pyjore. Flakët të favorizuara nga era e fortë janë përhapur me shpejtësi dhe kanë përfshirë kurorat e pishave, duke vështirësuar ndërhyrjen e ekipeve në terren. Forcat zjarrfikse janë angazhuar për izolimin e vatrës dhe frenimin e avancimit të zjarrit, ndërsa kushtet e vështira atmosferike dhe temperaturat e larta kanë komplikuar operacionin e shuarjes. Autoritetet po monitorojnë situatën në vazhdimsi dhe u kanë bërë thirrje banorëve të tregojnë kujdes duke shmangur çdo veprim që mund të favorizojë përhapjen e mëtejshme të flakëve. Banorët e Divjakës kanë dalë për të 4 mbrëmje radhazi në protestën kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë së tyre me atë të Lushnjës, ndërsa në mbështetje të tyre është rreshtuar edhe kryetari i bashkisë. Qytetarët e Divjakës vijojnë protestat kundër reformës së re territoriale, e cila parashikon shkrirjen e kësaj bashkie me bashkinë Lushnjë. Për të 4 natë radhazi, banorët janë mbledhur në sheshin qendror të qytetit duke kundërshtuar me forcë këtë propozim dhe duke kërkuar ruajtjen e statusit të Divjakës si njësi administrative më vete. Në mbështetje të protestës së qytetarëve janë shprehur edhe forcat politike lokale, administrata e bashkisë dhe kryetari Josif Gorea.
Banorët argumentojnë se Divjaka plotëson kriteret për të vijuar funksionimin si bashkim më vete, duke u mbështetur në potencialin ekonomik dhe resurset natyrore që disponon, përfshirë parkun kombëtar Divjaka Ravasta, pyllin, lagunën dhe zonën turistike të plazhit. Gjatë protestës, qytetarët kanë marshuar në rrugët e qytetit duke u bërë thirrje dhe banorëve të tjerë që u bashkohen në kundërshtimin e reformës territoriale. Ata deklarojnë se çdo ndryshim administrativ duhet të bëhet vetëm pas konsultimit me komunitetin dhe duke marrë parasysh historinë, zhvillimin dhe interesat e zonës. Ministria e Drejtësisë u ka përcjellë autoriteteve franceze dokumentacionin zyrtar për ekstradimin e biznesmenit Ermal Beqiraj, i arrestuar pak ditë më parë në Francë. Kërkesa shoqërohet me vendimin e gjykatës së posaçme për masën e sigurisë arrest në burg. Procesi për ekstradimin e biznesmenit Ermal Beqiraj drejt Shqipërisë ka hyrë në një fazë të re pasi Ministria e Drejtësisë ka dërguar te autoritetet franceze dokumentacionin përkatës. Sipas burimeve pranë prokurorisë së posaçme, SPAK i ka kërkuar ministrisë përcjelljen e kërkesës zyrtare për ekstradim, së bashku me vendimin e gjykatës së posaçme që ka caktuar ndaj Beqirajt masën e sigurisë arrest në burg. Biznesmeni u arrestua në Francë pak ditë më parë pasi u lokalizua nga autoritetet franceze gjatë një fluturimi me avion privat mbi një central bërthamor në Normandi, në një lartësi nën kufirin e lejuar. Sipas SPAK, bashkëpunimi me autoritetet franceze nisi pasi kishte dyshime se Beqiraj ndodhej në territorin e Francës. Hetimet kanë evidentuar disa pasuri me vlerë miliona euro për të cilat prokuroria e posaçme ka kërkuar vendosje nën sekuestro. Mes pasurive të identifikuara janë llogari bankare me vlerë mbi 2 milion euro, 2 apartamente dhe një kështjell në departamentin Oise të Francës me vlerë rreth 2.6 milion euro. Çështja ndaj Ermal Beqirajt lidhet me hetimet për aktivitetin e kompanisë Soft & Solution, të cilës Banka e Shqipërisë i shfuqizoi licencën për aktivitetin si institucion financiar i paras elektronike. SPAK dyshon se Beqiraj është përfshirë në disa vepra penale, mes tyre pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, pastrim të produkteve të veprës penale dhe shkelje të barazisë në tendera publik. Hetimet për dosjen e Akshit kanë evidentuar gjithashtu pasuri të tjera të dyshuara, përfshirë një jaht luksoz me vlerë rreth 1 milion euro, që sipas prokurorisë dyshohet se është blerë nga Beqiraj, edhe pse rezultonte i regjistruar në emër të një punonjësie të kompanisë së tij. SPAK ka sqaruar se prokurori Altin Dumani nuk ka marrë pjesë në hetimet e zhvilluara nga autoritetet italiane në Verona dhe se procedimi penal është iniciuar e ndjekur ekskluzivisht nga prokuroria italiane. Sipas institucionit, lidhja e vetme e Dumanit me çështjen ka qenë nënshkrimi i dokumentave institucionale për krijimin e një skuadre të përbashkët hetimore. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka reaguar pas lajmeve mbi padinë e ngritur në Itali ndaj kreut të saj Altin Dumani, duke sqaruar se nuk ka qenë pjesë e hetimeve të zhvilluara nga autoritetet italiane dhe se procedimi penal është kryer nga vetë prokuroria e Veronës. Në reagimin zyrtar, SPAK bën të ditur se shtetasi Petricelaj është drejtuar më 20 maj dhe 18 qershor 2026, drejtuesi të prokurorisë së posaçme me kërkesë për përjashtimin e prokurorit Altin Dumani nga procedimi penal numër 109/2023, ku janë të pandehur Marius Lulaj dhe Mario Çela, familjar të Petricelës. Si argument për këtë kërkesë ishte paraqitur kallëzimi penal i depozituar ndaj Dumanit në Itali. SPAK sqaron se kërkesa për përjashtim është shqyrtuar dhe se është rrëzuar në vendimin e datës 19 qershor 2026, pasi është vlerësuar e pambështetur në ligj dhe në prova. Sipas institucionit, dokumentacioni i paraqitur tregon se në prokurorinë pranë gjykatës së Veronës është regjistruar një procedim penal për veprën e shpifjes mbi bazën e kallëzimit të Petricelës ndaj Altin Dumanit. Megjithatë, vetë prokuroria italiane ka kërkuar arkivimin e çështjes më 21 prill 2026, kërkesë që është depozituar më 14 maj, ndërsa kallëzuesi ka paraqitur kundërshtim duke bërë që çështja të kalojë për shqyrtim në gjykatën e Veronës.
SPAK thekson se prokurori Altin Dumani nuk ka qenë pjesë e grupit hetimor të procedimeve penale të zhvilluara në Itali dhe në Shqipëri, nuk ka kryer asnjë veprim hetimor, marrje në pyetje, sekuestrim apo kërkesë për sekuestrim dhe se ka marrë dieni për ekzistencën e procedimit penal në Itali vetëm në muajin maj 2026, pasi prokuroria e Veronës kishte paraqitur tashmë kërkesën për arkivim. Sipas sqarimit zyrtar, elementi i vetëm që lidh Dumanin me bashkëpunimin ndërkombëtar është nënshkrimi në cilësinë e drejtuesit të SPAK i një shkrese institucionale dhe i marrëveshjes për krijimin e skuadrës së përbashkët hetimore mes prokurorisë së posaçme dhe prokurorisë së Veronës, një nismë e kërkuar nga autoritetet italiane. Në përfundim, SPAK thekson se nga kronologjia e ngjarjeve rezulton se kallëzimi i paraqitur në Itali lidhet drejt për drejt me interesin familjar të Petricelës në procedimin penal numër 193/2023, ndërsa vetë kallëzimi është përdorur si bazë procedurale për të kërkuar përjashtimin e prokurorit Altin Dumani nga çështja. Vjeçari me iniciale AU ka ndëruar jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë pas plagëve të marra në një aksident rrugor në segmentin fusharës Bajram Curri. Fillimisht u raportua për përplasje me një foristrat, por hetimet paraprake kanë zbardhur një tjetër dinamik të ngjarjes. Një aksident i rënd rrugor i ka marrë jetën 37 vjeçarit me iniciale AU, i cili u transportua në gjendje të rënd drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Ngjarja u regjistrua në aksin rrugor Fusharës Bajram Curri në zonën e fshatit Porav. Fillimisht u dyshua se viktima ishte përplasur me një automjet tip Foristrat, por verifikimet në terren kanë nxjerrë një tjetër version të dinamikës së aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, 37 vjeçari ka humbur kontrollin e motomjetit dhe është përplasur me murin ansor të rrugës. Foristrada e ndodhur pranë vendit të ngjarjes nuk ka qenë e përfshirë në aksident, por drejtuesi i saj është ndalur për t'i dhënë ndihmë të dëmtuarit. Pas aksidenti, 37 vjeçari është transportuar fillimisht në Spitalin e Bajram Curri dhe më pas me helikopter drejt Tiranës, por nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Sipas njoftimit paraprak të policisë, rreth orës 8:45 në aksin Fusharës Fierës dyshohej fillimisht për një përplasje mes një automjeti me drejtues shtetasin me iniciale KH 59 vjeç dhe motomjetit të drejtuar nga shtetasi me iniciale AU. Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e plotë të dinamikës së ngjarjes. Një banesë gjykatëse në Fier Shegan është përfshirë nga flakët pas ditën e sotme. 2 bashkëshortë të moshuar janë nxjerrë në kohë nga banesa me ndihmën e familjarëve dhe fëmijëve, ndërsa ndërhyrja e zjarrfiksëve ka parandaluar për hapjen e zjarrit. Një zjarr ka përfshirë pas ditën e kësaj të hënë një banesë gjykatëse në zonën e Fier Sheganit, ku jetonin 2 bashkëshortë të moshuar. Flakët janë konstatuar fillimisht në katin e poshtëm të banesës, ndërsa familjarët, sapo kanë parë tymin dhe zjarrin, kanë njoftuar shërbimin zjarrfikës. Me ndihmën e të afërmve dhe fëmijëve, 2 të moshuarit janë nxjerrë nga banesa në mënyrë të sigurt, ndërsa në vend ngjarje kanë bërritur 2 mjete zjarrfikse nga lushnja. Ndërhyrja e shpejtë e zjarrfiksëve bëri të mundur vënien në kontroll të flakëve dhe parandalimin e hapjes së zjarrit në banesat përreth. Në vend ngjarje kanë bërritur edhe ambulanca për të verifikuar gjendjen shëndetësore të 2 bashkëshortëve, të cilët fatmirësisht nuk kanë pasur dëmtime. Sipas shërbimit zjarrfikës, dyshohet se shkaki i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa vijojnë verifikimet për përcaktimin e plotë të rrethanave. Vijoj me informacione nga Kosova. Lista serbe ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e Gjykatës Supreme për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Lëvizja vjen në prag të seancës konstruktive të Kuvendit të Kosovës, ndërsa partitë politike vijojnë negociatat për formimin e institucioneve të reja. Lista serbe ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës kundër vendimit të Gjykatës Supreme që konfirmoi rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të mbajtura në qershor. Partia më e madhe e komunitetit serb në Kosovë kundërshton mandatin e deputetit Nenad Rashiq, i cili fitoi 1 nga 10 vendet e rezervuara për përfaqësuesit serb në kuvend, duke pretenduar se ai ka marrë vota edhe në zona ku nuk jeton komuniteti serb. Lista serbe mbështetur nga Beogradi zyrtar fitoi 9 nga 10 mandatet e rezervuara për komunitetin serb, ndërsa çështja e mandatit të Rashiqit është kthyer në një pikë të re tensioni publik.
Ankesa është paraqitur vetëm pak ditë para seancës konstruktive të legjislaturës së re e parashikuar të mbahet më 6 gusht. Ndërkohë, lideri i vetvendosis Albin Kurti dhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pritet të zhvillojnë takime për formimin e institucioneve të reja. Ekspertë të çështjeve juridike vlerësojnë se ankesa e listës serbe nuk pengon automatikisht krijimin e institucioneve, përveç rastit kur gjykata kushtetuese vendos një masë të përkohshme. Sipas tyre, mandati i deputetit mbetet i vlefshëm deri në një vendim tjetër të organit kompetent, ndërsa argumenti se një kandidat nuk mund të marrë vota nga komunitetet të tjera nuk ka bazë të qartë ligjore. Çështja e mandateve të rezervuara për komunitetet jo shumicë është diskutuar edhe më herët në Kosovë. Kushtetuta garanton 20 vende të rezervuara në kuvend, 10 prej të cilave i përkasin komunitetit serb dhe 10 komuniteteve të tjera. Ndërkohë, Kosova vijon të jetë në një proces të zgjatur institucional, pasi gjatë një viti e gjysmë ka zhvilluar 3 palë zgjedhje për shkak të vështirësive në krijimin e shumicave politike dhe formimin e institucioneve të reja. Një 24 vjeçar shqiptar humbi jetën pasi u godit disa herë me thik gjatë një konflikti në Vescovato, në provincën e Cremonës, Itali. Për ngjarjen është ndaluar një 32 vjeçar italian, ndërsa hetimet paraprake flasin për një konflikt të nxitur nga motive pasionale dhe xhelozia për një vajzë. Mbrëmja e së hënës u shënua nga një ngjarje e rënë në Vescovato të provincës së Cremonës në Itali, ku një 24 vjeçar shqiptar mbeti i vrarë pas një sulmi me thik. Viktima, i identifikuar si Delipaj N, u godit të paktën 3 herë në zonën e qafës gjatë një konflikti të dhunshëm në qendër të qytetit. I riu u transportua me urgjencë në spital në gjendje kritike, por nuk arriti të mbjetonte plagëve dhe ndoroi jetë pak pas mbërritjes. Për ngjarjen është ndaluar 32 vjeçari italian Mattia Miraglia, banues në Vescovato dhe pa precedent penal. Edhe ai ka mbetur i plagosur gjatë përleshjes dhe ndodhet në mbikëqyrje në spitalin Maggiore, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë pozicionin e tij. Sipas hetimeve paraprake të karabinierëve, konflikti dyshohet të ketë nisur më herët në një lokal në Cremona, ku mes palëve ka pasur një debat për motive pasionale të lidhura me xhelozim për një vajzë. Pas përplasjes fillestare, situata u duk se u qetësua, por më vonë 24 vjeçari shqiptar së bashku me vëllezërit e tij u drejtua drejt banesës së 32 vjeçarit në Vescovato. Sipas rindërtimit paraprak të ngjarjes, italiani doli nga banesa i armatosur me thik, plagosi fillimisht në bark njërin prej vëllezërve të viktimës dhe më pas goditi për vdekje 24 vjeçarin. Autoritetet italiane vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht dinamikën e ngjarjes, motivet e konfliktit dhe përgjegjësitë penale të personave të përfshirë. Të nderuar teleshikues, në vijmë ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 5 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në reliefet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 38 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgësim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:01 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës, 19 deri në 34 gradë Celsius. Peshkopi, 18 deri në 32 gradë Celsius. Tiranë, 23 deri në 37 gradë Celsius. Durrës, 25 deri në 34 gradë Celsius. Kavaj, 24 deri në 34 gradë.
Elbasan 23 deri në 37 gradë Celsius. Berat 23 deri në 38 gradë. Korç 17 deri në 30 gradë Celsius. Vlorë 25 deri në 33 gradë Celsius. Gjirokastër 19 deri në 31 gradë. Sarand 25 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 gusht 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pareshje. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 37 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:24 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 18 deri në 36 gradë Celsius. Podujev 17 deri në 35 gradë. Skënderaj 18 deri në 36 gradë Celsius. Pej 18 deri në 36 gradë. Prishtinë 18 deri në 36 gradë Celsius. Gjakov 19 deri në 37 gradë. Malishev 19 deri në 37 gradë Celsius. Gjilan 18 deri në 36 gradë Celsius. Firizaj 18 deri në 36 gradë. Kaçanek 17 deri në 35 gradë Celsius. Suharek 19 deri në 37 gradë. Prizren 19 deri në 37 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.